Horoskopi i datës 25 prill 2025 për gjithë të apasionuarit pas yjeve. Le të fillojmë. Çfarë parashikojnë yjet për secilën shenjë? Dashi. Kjo ditë është si një dritë që ndriçon mendimet dhe fjalët tuaja. Komunikimi hap dyert të reja. Një bisedë e thjeshtë sot mund të sjellë ide brillante, sidomos në ambientin profesional. Marsi, planeti yt udhëheqës, të jep energji dhe vendosmëri. Vepro me guxim, por mos harro maturinë kur përballesh me rreziqe. Ke fuqi për të përfunduar detyra që i ke zvarritur prej kohësh. Në dashuri, një bisedë e ndjerë mund të zgjidhë keq kuptime të fundit dhe të sjellë qartësi. Në aspektin financiar, një ide e re ose strategji mund të çojë drejt mundësive fitimprurëse. Qëndro me mendje të hapur. Për shëndetin, balanca është çelësi. Relaksohu për të shmangur stresin nga ritmi i ditës. Demi. Kjo ditë sjell thellësi për transformim të brendshëm. Me ndikimin e Venusit në shenjën tënde, vëmendja përqendrohet në ndërtimin e marrëdhënieve të vërteta. Lidhje që ushqen shpirtin, jo vetëm syrin. Është momenti ideal për të adresuar ndjenjat e fshehura. Në punë, metoda dhe durimi sjellin rezultate, por mos u trem nga ndryshimet. Një qasje e re mund të hapë rrugë të reja. Financat kërkojnë kujdes. Planifikimi i mençur dhe investime në aftësi personale mund të sjellin qëndrueshmëri edhe në kohë pasigurie. Energjia fizike mund të lohatet. Provo zakone të reja që të japin një ndjesi të mirë. Dëgjo shpirtin dhe trupin tënd. Qetësia dhe dashuria e brendshme të udhëheqin drejt rezultateve të dëshiruara. Binjakët. Kjo ditë sjell një valë energjie të gjallë. Mërkurri, planeti yt udhëheqës, ndriçon aftësitë në komunikim. Shkëmbimet sot janë të frytshme, qoftë në marrëdhënie personale, qoftë në punë. Rrjeti i njohjeve sjell mundësi të papritura. Financiarisht është momenti i duar për të rishikuar shpenzimet dhe për të bërë rregullime të mençura që sigurojnë të ardhmen. Kujdesu për trupin dhe mendjen. Një dietë e balancuar dhe aktiviteti fizik do të kthejnë energjinë. Shpreh kreativitetin përmes përpjekjeve që të japin gëzim dhe frymëzim. Gaforja. Kjo ditë të fton të thellosh brenda vetes dhe të gjesh ekuilibër mes ndjeshmërisë tënde të natyrshme. Hëna, që udhëheq shenjën tënde, ndikon në emocionet. Dëgjo zemrën dhe kupto çfarë të nevojitet në të vërtetë. Kur ke një bazë të fortë në vlerat personale, forcon qëndrueshmërinë emocionale. Në marrëdhënie, hapja dhe komunikimi i sinqert sjellin afrimë të ndjenjave. Në punë, puno me mençuri për të ardhmen. Në aspektin financiar, shqyrto investimet dhe buxhetin për të siguruar stabilitet. Shëndeti kërkon përkujdesje. Luani. Kjo ditë ndriçon me energji konstruktive që mbështet zhvillimin tënd personal dhe profesional. Dielli, udhëheqësi yt, të ngrej besimin në vetvete dhe të shtyn të ecësh përpara me vendosmëri drejt qëllimeve të tua. Nismat krijuese janë të favorizuara. Komunikimi në marrëdhënie është i ndriçuar. Në punë, merr kohë për të vlerësuar qëllimet afatgjata. Financiarisht, mundësi zhvillimi janë në horizont, por menaxhimi i kujdesshëm i tyre të sjellë siguri. Aktivitetet sociale të sjellin këndvështrime të reja dhe gëzim. Virgjëresha. Kjo ditë të fton të përqendrohesh në organizimin dhe përmirësimin e rutinave të përditshme. Mërkurri të ndihmon të ndërtosh rend dhe qartësi. Kjo është ditë për të përfunduar punën që ke lënë pezull. Në marrëdhënie, një bisedë e menduar dhe plot respekt përforcon lidhjet. Financiarisht, kujdesi dhe kursimi sjellin qetësi dhe siguri për të ardhmen. Për sa i përket shëndetit, fokusohu në zakone të qëndrueshme si dieta balancuar dhe aktivitete si meditimi që sjellin harmoni. Krijimtaria lulëzon. Me durim dhe vullnet të fortë do ndërtosh themele të qëndrueshme për të ardhmen. Lejo intuitën të të udhëheqë me kthjelltësi. Peshorja. Peshore. Energjia e ditës së sotme sjell harmoni në marrëdhënie dhe përpjekjet personale. Venusi, planeti yt, thekson bukurinë, sharmin dhe diplomacinë. Je në avantazh për të zgjidhur çdo keqkuptim me takt dhe elegancë. Sot është ditë ideale për të bashkëpunuar, sidomos në punë. Në dashuri, sinqeriteti dhe drejtësia forcojnë lidhjet.
Financiarisht, rishiko partneritetit për të siguruar që çdo marrëveshje të jetë e balancuar. Shijoj takimet shoqërore, ato sillin gëzim dhe frymëzim. Sot përqafon ndryshimin me zemër të hapur dhe lejo intuitën të udhëheq drejt vendimeve të mençura. Akrepi. Kjo ditë nxjerr në pa thellësinë tuaj emocionale dhe transformimet të brendshme. Në ndikimin e Marsit dhe Plutonit, je i thirrur të zhytesh në ndjenja dhe të prishësh barriera që pengojnë zhvillimin tënd. Në dashuri, sinqeriteti krijon një lidhje të thellë dhe të vërtetë me partnerin. Në aspektin profesional, jemi përballë mundësive të reja që kërkojnë përshtatje dhe ndryshim strategjik. Financat mund të jenë të paqëndrueshme, ndaj kujdes. Shëndeti kërkon vëmendje ndaj ushqimit dhe aktivitetit fizik që rigjeneron, fuqizon trupin. Krijimtaria është më e fuqishme në ambientet intime. Eksploro ide që kanë qëndruar të fshehura. Marrëdhëniet shoqërore sot janë të thellta dhe të kontemplonta. Gjetari. Dita e sotme të fton drejt aventurave të reja dhe zgjerimit të horizontit mendor dhe shpirtëror. Jupiteri të fton të kërkosh dije dhe përvoja të reja, qoftë nëpërmjet udhëtimeve apo mësimeve të thella. Në punë, idetë novatore dhe vizione i gjerë të sjellin sukses. Në aspektin financiar, kujdes. Shëndeti përmirësohet përmes aktiviteteve që përfshin lëvizje dhe ndryshim. Takimet me njerëz të ndryshëm të sjellin një njohje dhe frymëzim. Lejo spontanitetin të udhëheq. Një udhëtim i papritur mund të jetë pikërisht ajo që të nevojitet për të ndjerë gjallë. Britsjapi. Dita e sotme të kërkon përqendrim dhe përkushtim për të arritur qëllimet tuaja. Me Saturnin në qendër forcohet ndjenja e disiplinës dhe e strukturës. Fokusi i ditës është ndërtimi i themeleve të forta si në jetën personale dhe profesionale. Merr kohë për të planifikuar në mënyrë strategjike, sepse sukseset afatgjata kërkojnë themel të qëndrueshëm. Marrëdhëniet kërkojnë kujdes, komunikimi i qartë forcon lidhjet. Financat vënë theksin tek menaxhimi i kujdesshëm. Në krijimtari merr frymëzimin nga ndjenja e trashëgimisë. Projektet që përçojnë vlera kanë më shumë kuptim. Me durim dhe komongulje, çdo pengesë ka përcehet. Ujori. Dita e sotme sjell energji të reja dhe të papritura që të nxisin të prekësh rrugë të pazakonta. Urani udhëheq si yt planetar të shtyn drejtësive dhe mendimeve jashtë kornizave. Në punë, provat e reja dhe qasjet kreative çojnë në zgjidhje origjinale dhe përfitime të përbashkëta. Në marrëdhënie, sinqeriteti dhe hapja ndaj këndvështrimeve të ndryshme përforcojnë lidhjet. Financiarisht, eksploro mënyra alternative për të investuar apo për të kurthyer. Kujdesi për shëndetin duhet të përfshijë ballancimin mendor dhe atë fizik. Idetë që ke janë të çuditshme, por mund të jenë inovacioni së ardhmes. Përqafon ndryshimi si udhërrëfyes drejt dritës. Peshqit. Kjo ditë sot të zhyt në thellësi emocionale dhe të hap dyert drejt rritjes shpirtërore. Në ndikimin e Neptunit, ndjeshmëria dhe intuita jote janë më të theksuara se zakonisht. Në punë, instikti i brendshëm të çon në zgjidhje kreative dhe të frymëzuar. Në marrëdhënie, lidhjet bëhen më të thella, dëgjoj zemrën tënde kur përballesh me ndjeshmëri apo paqartësi. Financat kërkojnë kujdes. Marrëdhëniet shoqërore janë të pasura me ndjeshmëri dhe mirëkuptim. Shpërndaj kudo mirësi dhe do të marrësh po aq. Pranon ndryshimin me butësi, fuqia jote qëndron në përshtatshmëri dhe ëndërrim. Ky ishte horoskopi për ditën 25 prill 2025. Ju urojmë suksese në punë, fat në dashuri dhe një shëndet sa më të mirë.